Deputeti i Partisë Demokratike Bujar Leskaj ka bërë një analizë të gjatë të situatës ku ndodhet partia e tij dhe opozita në tërësi. U bë midis i ka komunikuar kryetarit Sali Berisha ndërheqjen e tij nga posti i drejtuesit politik për qarkun e Vlorës. Leskaj po ashtu sqaron se do të largohet edhe nga jeta parlamentare në të ardhmen e afërt, duke lënë mandatin e deputetit. Personalisht pas 2 vitesh do të lë mandatin tim të deputetit e kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar deputetët e ri, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frymë të re të bërit politik. Kjo është një proces që duhet të ndiqet nga të gjithë deputetët aktual, të cilët më vonë si ish deputet duhet të vazhdojnë të kontribuojnë maksimalisht si të ishin deputet, por me veprimtari. Kjo formulë në optikën time e bën më të shëndetshme Partinë Demokratike, duke e bërë më të fortë, më të hapur dhe më të sigurt për të ardhmen, shkruan ai ndër të tjera në një postim të gjatë në rrjetin social Facebook. Në vijim ai shpreh se për të ndërtuar një PD më të fortë është e domosdoshme që partia të fillojë një proces të thellë riorganizimi i cili duhet të përfshijë çdo nivel të saj. Sipas tij, një pikë tjetër që ka të bëjë me rolin e institutit të drejtuesit politik, sipas tij ky ndryshim nuk duhet parë si një akt formal, por si një proces i thellë rinovimi që sjell progres për partinë dhe shoqërinë.